mbajtja e takimeve për temën e presidentit, për një temë ekskluzivisht që është e Kuvendit të Kosovës në zyrët e qeverisë, është legjitimim i ndërhyrjes dhe i uzurpimit të kompetencave të Kuvendit të Kosovës në ana e ekzekutivit. Për presidentin duhet vendoset pa u formuar. Pa u formu qeveri. Kjo është kushti i PDK-s. Kjo kushti i PDK-s. Po unë e di që Te kolegu Adriatik Kelmendi ka. Unë nuk kam çka të shtoj më shumë, do thotë. Ka thënë me gojë, ndëgjohet qytetarët të Kosovës. Nuk e mbajti fjalën. Nuk kam çka të shtoj më shumë sa i përket këtyre antinomive, këtyre kontradiktave në të cilën është vendosur Partia Demokratike e Kosovës në këtë rast, sepse i shkel zotimet e saj publike. Kjo shënon një fitore taktike dhe strategjike të zotit Kurtit, si mënyra e takimit, ashtu edhe rënja në kontradikt e kryetarit të PDK-s në raport me zotimet e tij. Për mua, për bindjen time, e shoh të pamundur që Vjosa Osmani të jetë presidente e Kosovës pas datës 4 mars. Se ku mbetet ajo? Tash është çështja e kalkulimeve politike, mbase mund të jetë një zhvillim pozitiv, nga se duke parë se si partitë opozitare po i disiplinohen e po nënshtrohen në raport me Kurtin, ajo do të revoltohet dhe do të më interesante me dinamike skena politike. Do ta bëjë më dinamike skenën politike, jo që do të mund ta cënoj supermacinë elektorale të Kurtit, por të paktën do ta detyrojnë mos të madhe që të merret me skena politike me dinamizëm. Do të ushqehet skena politike me një dinamizëm të ri dhe sakrifikimi i saj politik mbase mund të prodhojë një efekt tjetër pozitiv shoqërore, dinamik në jetën e vendit, sepse atëherë do të shtohet edhe një kundërshtar i ri në raport me pushtetin.